Kuadri të bashkëpunimit me organizatën World Vision, njësia e integrimit evropian pranë Bashkisë Durrës, mirëpriti një vizitë studimore të përfaqësuesve ndërkombëtar të programeve evropiane për të rinj, si Erasmus Plus dhe European Solidarity Corps. Vizita u zhvillua në ambientet e qendrës rinore multifunksionale në Durrës, ku pjesëmarrësit u njohën nga afër me punën dhe angazhimin e bashkisë për të përmirësuar cilësinë e jetesës së të rinjve në qytet. Gjatë aktivitetit u prezantuan programet aktive që ofron qendra për fuqizimin, edukimin dhe nxitjen e punësimit të rinjve, rolin e strukturës së integrimit evropian në forcimin e lidhjeve ndërmjet bashkisë dhe organizatave rinore, mundësitë për bashkëpunim të mëtejshëm me organizatat lokale në fushën e rinisë dhe integrimit evropian. Në takim morën pjesë 30 drejtues të agjensive kombëtare dhe pikave të kontaktit nga 3 rajone të ndryshme: Ballkani Perëndimor, Evropa Lindore dhe rajoni i Mesdheut. Ata janë aktor kyç në promovimin dhe zbatimin e programeve rinore të Bashkimit Evropian në vendet e tyre përkatëse. Ky bashkëpunim shënon një hap të rëndësishëm në forcimin e rrjeteve ndërkombëtare dhe krijimin e mundësive konkrete për të rinjtë e Durrësit në kuadër të proceseve të integrimit evropian dhe përfshirjes aktive në programe ndërkombëtare.